Mesazhet e javës Edi Rama ja kushtoi ekonomisë dhe integrimit. Në podcastin kryeministror flasim, kreu i qeverisë vijoi të jepte versionin e tij si integrimi në Bashkimin Evropian është një proces që nuk ka mbetur në vend, duke hedhur poshtë qëndrimet e rivalëve politik. SBE-ja tashmë na ka mbyllur derën. Është në vijë procesi më i rëndësishëm historik i antarësimit në Bashkimin Evropian, me negociatat që vazhdojnë dhe në ndërkohë që gjithë sa thash, kur vjen puna dhe negociatat, lidhet me gënjeshtërën e madhe se ato janë bllokuar, e vërteta e thjesht është se kjo punë e madhe e Shqipërisë vazhdon për ditë e për ditë e për ditë, dhe së shpejti përsëri, siç kemi pasur në procesin e hapjes kapitujve, do të kemi lajme shumë të mira për të gjithë. Sipas opozitës, integrimi në Bashkimin Evropian ka mbetur në vend numëro për shkak të korrupsionit, por për Edi Ramën, lufta ndaj korrupsionit është një sukses qeveritar, i cili dëshmohet edhe në shifrat e parave që ka grumbulluar arka e shtetit. Rritja e të ardhurave buxhetore në një nivel absolutisht historik. Një tregues i rëndësishëm i fazës ku ndodhet sot ekonomia shqiptare, një pasqyrë kuptim plot e fuqizimit saj, në të kundërt të gjithë atyre që predikojnë rritjen e korrupsionit dhe rritjen e abuzimit, ekonomia provon se rritet pikërisht sepse ulet korrupsioni dhe ulen abuzimet, sepse këto të dyja bashkë nuk shkojnë për ndryshe. Sipas projeksioneve, në periudhën që kalojmë, pritet të mblidhen mbi 1 miliard euro të ardhura shtesë. 1 miliard euro shtesë në buxhetin e qeverisë për Edi Ramën kanë ardhur për shkak të mirëmenaxhimit dhe jo rritjes së taksave, por pa përmendur faktin se një dorë të madhe para shtesë i vjen edhe nga rritja e çmimeve të karburanteve në pagesën e TVSH-s. Për këto të fundit, thotë se qeveria po mbikëqyr tregun e hidrokarbureve që mos të ketë abuzime. Ndërsa bordi i transparencës që është vënë në lëvizje do të mbetet garant i çdo zhvillimi në tregjet globale për të reflektuar me njëherë në mënyrë të drejtë dhe të verifikueshme atë çka duhet ndodh në tregun vendas. Ky është një reagim i duhur, i matur, në kohë, që garanton vendimmarrje të shpejta, që mishuron përgjegjësi të plotë dhe që do të bëjë të mundur që qytetarët, drejtuesit automjeteve, të mos abuzohen nga distributorët e naftës. Sipas vendimit të fundit të bordit të transparencës, çmimi i naftës në tregun e pakicës shitet me 224 lekë për litër, ndërsa benzina në 181 lekë për litër.